Kur flasim për mendjen nga pikpamja fetare, gjithmonë na kujtohen dy pikpamje qendrore dhe thelbësore, të cilat i promovon dhe i thot feja. Çështja e parë është se feja mendjen e sheh si një pistë ku shpallja zbret në të. Pra, Zoti i Madhreshëm kur i fol, kur i shpall njeriu, i shpall në radhë parë mendjes, i flet mendjes. Mendja e kupton citatin ose Zotin e Madhreshëm dhe pastaj e zbret në botën e zemrës apo botën e besimit. Pikpamja e dytë është se mendja konsiderohet dhurata më fisnike, më e çmuar që Allahu i Madhëshëm ja ka dhënë njeriu, dhe me të e ka veçu prej krejt gjallësave, e ka bu qenjen më të veçantë në këtë gjithësi. Nisur nga këto dy pikpamje, del që mendja është pjesa më e rëndësishme tek njeriu, dhe shëndeti mendor apo investimi apo kujdesi për shëndetin mendor është pjesë thelbësore e fetarisë, sepse çdo qalim në shëndetin mendor i bie që do të ketë qalim edhe në fetarin e mirëfillt. Megjithatë, kur flasim për shëndetin mendor, ekzistojnë dy pikpamje jashtëzakonisht të rrezikshme dhe të damshme përkitazi me trajtimin e shëndetit mendor, që besoj se ja vlen me i diskutu. Çështja e parë është e vjetër, çështja e dytë është e re. Dikur, ku shkonte te psikologu apo psikiatri, etiketohej si i çmendur. Sot, duket si i çmendur është ai që nuk shkon fare te psikologu ose psikiatri. Pra i kemi dy skajet të njëjtës medalje, dy keqkuptime të kulturës së shëndetit mendor. Gabimi i parë ishte paragjykimi dhe turpi ndaj trajtimit psikologjik, sikur vetëm të smurit të rënd kishin nevojë për këtë ndihmë. Gabimi i dytë është ta kthejmë terapinë si mod, si trend, apo ta bëjmë të detyrueshme për çdo, edhe kur një njeri është mirë dhe nuk ka nevojë për ndihmë profesionale. Prandaj, kultura e trajtimit mendor thot kështu: duhet i kemi disa gjëra parasysh. E para, të dim kur kemi nevojë për ndihmë. E dyta, të mos turprohemi të kërkojmë ndihmë. E treta, të mos paragjykojmë në asnjë variant të tjerët. Dhe e katërta, të kujdesemi për shëndetin mendor, po aq sa kujdesemi për shëndetin fizik. Terapia nuk është mod, as nuk është turp, pra as njëna as tjetra. Është mjet. Ndihmë për ata që kanë nevojë, jo etiketim për asnjërin. Faleminderit shumë, Zoti na i rujt mendjet në kokat tona.